Internetin e përdorim çdo ditë, por jo gjithmonë ndim të mbrohemi prej tij. Në episodin e sotëm të podcastit ton Business Plus do të flasim me Denisa Kelen, eksperte teknologjie, pikërisht mbi format e mashtrimeve online, si ndodhin, cilat janë format më të shpeshta që janë hasur dhe a mundet që secili nga ne mund të bie pra të jetë një viktim. Përshëndetje Denisa. Përshëndetje, faleminderit për ftesën në radhë të parë. Faleminderit ju që jeni sot. Do doja që bisedën tonë ta nisni me një overview, le të themi një panoramë të gjendjes që është e vërtetë që ka qenë në trend rritës rastet e mashtrimeve online në Shqipëri. Është shumë e vërtetë. Me rritjen e përdorimit të internetit, gjithashtu edhe me shtrijen e teknologjisë, patjetër që ekzistojnë të dy anët e medaljeve dhe neve e themi për herë këtë sa që flasim për avantazhet dhe disavantazhet e teknologjisë. Kemi ato avantazhe që gjithë i dim tashmë, që çdo gjë është bërë më e prekshme, që informacioni është bërë patjetër më i prekshëm, por kemi edhe disavantazhet që persona të caktuar apo dashakeqës e përdorin të gjithë këtë trend të rritës të teknologjisë për ato arsyet që ne tashmë i dim. Në qoftë se do të bënim një krahasim të para disa viteve dhe tani, patjetër që mund të them me bindje më të madhe që mashtrimet online janë sofistikuar në mënyrë të tmerrshme ndonjëherë, sa që edhe ne që jemi ekspert, ndodh që her pas here mund edhe të bien pre e mashtrimeve të dëshoni pra. Të dëshojmë patjetër që okay, është apo s'është e vërtet ky emaili që të ka ardhur apo kjo mesazhi që të vjen tashmë në telefon. Kështu që patjetër që janë rritur, unë i shikoj dhe i dëgjoj për dishmëri, janë edhe njerëz tashmë që ndoshta janë sensibilizuar edhe nga podcastet që ju bëni apo nga shkrimet që ju bëni dhe her pas here mundohen që të kërkojnë informacion dhe her pas here edhe na kontaktojnë ne për të bërë një lloj diferencë të diçkaje që ata e mendojnë është apo nuk është mashtrim, kështu që përgëzime që trajtoni edhe tema të tilla në një moment që është kaq kyç për sigurinë, po e them, në të gjithë botën digjitale që ne tashmë po jetojmë. A mund të përmendim disa nga format më të shpeshta që ju keni hasur lidhur pikërisht me këto krime financiare, le të themi? Është ajo që tashmë parë, që edhe mashtrimet online tashmë janë sofistikuar, nëse para disa vitesh mund të kishim ndoshta ndonjë email spam apo ndonjë mënyrë phishing në adresat e emailit, tashmë janë përhapur në çdo lloj forme të mundshme. Nuk e di nëse u kujtohet, vetëm para pak kohësh, para disa muajsh, një mesazh na vinte pothuajse i erdhi të gjithë Shqipërisë në WhatsApp për të klikuar linkun. Pra tashmë mënyrat kanë ndryshuar, nuk janë vetëm ato mënyrat e dikurshme me atë emailin e rëndomt që ti duhet të klikoje linkun, por dhe inteligjenca artificiale padyshim ka bërë në thonjza atë dëmin e saj në gjithë të procesin e mashtrimeve online. Përveç se mesazheve në WhatsApp, që padyshim her pas here janë ato që edhe ty të ngatrojnë në mendjen tënde, dhe do të them edhe një rast specifik pak më pas, se si ka ndodhur dhe me një biznesmen të njohur shqiptar. Por dhe inteligjencën artificiale tashmë me atë deepfake-un apo ndrimin e fytyrës, që ti mund ta bësh edhe në momentin që ti duke folur me videokamerë me dikë dhe e bën akoma më të besueshëm procesin e mashtrimit. Pra personi nga ana tjetër mund të mendojë që është duke folur me një drejtor banke që ndoshta e njeh, apo me një figurë që ai e njeh, dhe patjetër që mashtrimin e bën shumë herë më të besueshëm. Një ndër format më të forta që tashmë po ndodh rëndom në Shqipëri janë mashtrimet përmes Forexit, dhe mashtrimet patjetër përmes kriptove që janë jashtëzakonisht shumë përhapura. Dhe patjetër që media sociale si Facebook dhe Instagram e kanë bërë më të besueshëm këtë proces. Pasi të gjithë këto grupe që bëjnë këto gjëra, patjetër që kanë një platformë aty ku njerëzit i referohen dhe japin informacionet e tyre për fitime të mundshme. Japin dhe vetë si dëshmi, mua më ka ndodhur, unë jam rast suksesi. Patjetër, përveç se vetë, punësojnë edhe njerëz të tjerë në të gjithë këtë procesin e tyre të mashtrimit, që të japin një lloj, po e them, komenti, që këta persona të caktuar në një kohë shumë të shkurtër kanë fituar shumë para. Dhe padyshim që pjesa financiare është ajo që josh më shumë. Kështu që unë në përditshmërinë time më duket habi që të çojmë në mëngjes dhe të hap postën time elektronike dhe mos lexoj 4-5 mesazhe me njerëz të ndryshëm që janë mashtruar në ato lloj platformash, që u kanë marrë paratë e tyre, që fillimisht normalisht fillojnë me shumë të vogla, 500-600 euro. Por që nuk janë dash të vogla? Nuk janë dash të vogla, po mund të bëhen më të mëdha në vazhdim.
Dhe pastaj në momentin që nuk mund t'i tërheqin këto para, aty e kuptojnë pastaj dhe fillojnë dhe kërkojnë atë ndihmën nga ekspertët, po them që çfarë ka ndodhur me paratë e mia, apo është ky një mashtrim apo jo. Interesant, përmendë këto raste, sa kaq unë do doja të dija, a kemi ndonjë profil specifik të njerëzve që mund të bien pre viktimave apo mund të ndodhë të tërëve? Po mendoj që mund të ndodhë padyshim, nëse flasim për një vend si Shqipëria, ku informacioni digital është nuk dua të them që është shumë i vogël, sepse njerëzit po ndërgjegjësohen, por nuk kemi informacion digital. Mund të ndodhë kujdo. Padyshim që një target group shumë specifik ndoshta janë të moshuarit, që nuk kuptojnë, por kur flasim pastaj për mashtrimet financiare, mund të them që target grupi këtu fillon edhe zgjerohet. Kështu që nuk ngel vetëm tek pjesa e të moshuarve, por po them kushdo që nuk ka një lloj njohurije financiare, mbi të gjitha tashmë është kthyer ky trendi të bërit para në kohë shumë të shpejtë. Në një lloj forme këto firmat piramidale, dhe nuk e di sepse kriptot ndoshta edhe nga padia ose nga informacioni i pakët që janë konsiderojnë të tilla në Shqipëri, pra si një alternativë që ti në një kohë shumë të shkurtër do bësh shumë para, ndërkohë që nuk është kështu. Dhe mua më vjen keq për këtë. Kështu që nëse unë marr target grupin e gjithë personave që më shkruajnë mua, po dhe miqve të mi që merremi me këtë pjesë, është i ndryshëm. Nuk mund të them dot që janë vetëm të moshuar që nuk kuptojnë, por mosha 30-40 dhe kjo ndonjëherë të vjen pak keq. A janë dhe të rinj Denisa, sepse ju jeni në auditore me të rinj dhe jeni gjatë kohës në komunikim me to. Janë edhe të rinj. Janë edhe të rinj sepse joshen nga ajo dëshira për të bërë para shpejt. Dhe kur shikon disa mesazhe që janë të moshës 24-25 vjeç, që nuk e kuptojnë një formë tillë mashtrimi, ndonjëherë të vjen keq dhe thuaj që sa keq që një shoqëri ku tashmë teknologjia po zhvillohet me ritme shumë të shpejta në anë të tjera, por ndërkohë që është kaq pas për sa i përket asaj dijes financiare dhe mashtrimeve online që mund të ndodhin për shkak të saj. Le të mbetemi këtu në këtë kontekst, duke qenë se ke dhe sfondin akademik, çfarë do të bërë në këtë rast, për shembull për të rinjt, që të marrin një informacion më të plot rreth këtyre rrezikeve? Po patjetër. Shiko, unë gjëja e parë që them është që çdo lloj mesazhi i mundshëm që mund të vijë nga çdo kush, me idenë që fito shpejt dhe fito tani, dijeni se është mashtrim. Dhe është ky mesazh që neve duam, të paktën unë përpiqem që të përçoj gjithmonë, nuk ka sukses dhe nuk ka asnjëherë para të shpejta pa mund. Askush nuk do bëj para për ju. Kjo është pak për është e sigurt. Kështu që çdo lloj mesazhi i tipit që më jep 500 apo 600 se kështu fillon euro sepse pas një jave do të bëj 2 phishing, kjo që në momentin e parë kuptohet domethënë që është mashtrim. Pastaj format e sofistikuara të phishing apo të mashtrimeve online ndonjëherë është e vështirë që ti kuptosh, dhe ky për shembull janë edhe raste, po flasim për ato forma që janë pra phishing që është personal, që ti ke një target të caktuar, ke një person, ke një businessman apo ke një që ti e di që ka para. Pastaj ajo është një lloj, pra bëhen me një lloj ekspertize që edhe ti vetë ke të vështirë për ta kuptuar, dhe ky ka qenë edhe rasti i një biznesmeni në Shqipëri, të cilit i erdhi një email nga një bankë ndërkombëtare ku ai kishte llogarinë e tij. Që i thonë që në këtë email i thonë që kliko linkun që të vërtetosh transfertën tënde, pra transferimin tënd, në momentin që klikon dhe linkun, të gjithë këta ekspertë çfarë bëjnë, krijojnë faqe që janë identike me faqen e bankës. Ndërkohë, por është një faqe paralele. E qartë. Ku ti në momentin që klikon, të çon më një herë në këtë faqe dhe ti identifikon atë faqe si faqen e bankës, në të cilën ti ke llogarinë tënde, ndërkohë që i jep të gjitha të dhënat e tua. Dhe ishte një mashtrim apo një vjedhje prej 50.000 euro të këtij biznesmeni, po e them shqiptar. Kështu që këto janë disa mashtrime që ne që jemi ekspert ndonjëherë mund të na ndodhin, ose disa raste kanë qenë dhe kjo më ka ngelur në mendje dhe do doja shumë që ta shtoja. Disa raste kanë qenë që persona të caktuar hapin faqe të universiteteve prestigjioze, dhe në këto faqe të universiteteve prestigjioze ofrojnë kurse të caktuara që ti do duhesh të paguash për ta ndjekur Oxford ose Harvard. Po, që janë reale. Dhe persona për shembull nga Shqipëria apo edhe nga vende të tjera të Ballkanit apo të Europës, që ndoshta nuk e kanë shumë idenë se si funksionon apo se si është ajo faqja e tyre kryesore, e klikojnë dhe kanë bërë pagesa për të ndjekur këto kurse që nuk i ndoshën kurrë. E njëjta gjë kanë qenë edhe me vende punësimi
jashtë Shqipërisë. Me agjenci, që persona të caktuar kanë marrë para për t'i punësuar në vende jashtë Shqipërisë, ndërkohë që punësimi nuk ka ardhur kur. Pra, format janë shtuar, padyshim, janë shtuar në të gjitha formatet e mundshme, domethënë. Dhe është e frikshme dhe ndonjëherë nuk e kuptojmë, nuk e identifikojmë dot. E qartë, a mund bëhet një strukturim, pra ndërmjet shkollës, vendeve të caktuara të punës që mund të jenë vende më sensitive dhe për punojësit të tipit sektor bankar ose të njëjtë, të ngjashëm sektor financiar ndoshta, për të rritur pak ndërgjegjen e personave ndaj rrisjeve të tilla. Ndaj rrisjeve digjitale. Patjetër, shiko, unë dhe për herë e them këtë gjë, domethënë një detyrë shumë e madhe e institucioneve në Shqipëri në të gjithë këtë periudhë digjitale është patjetër trajnimet që këtu mungojnë, dhe trajnimet që në moshë të vogël. Jo vetëm trajnimet e moshave të personave që janë në punë tashmë, por gjitha këto trajnime duhet nisin që në shkollat fillore. Sepse tashmë nuk janë vetëm të rriturit ata që përdorin internetin apo hapësirat digjitale, janë edhe fëmijët. Edhe fëmijët her pas here janë të riskuar përpara këtyre mashtrimeve, po them ndoshta nuk mund të mashtrohen financiarisht, por mund t'i merret adresa, mund të merren të dhënat e tyre personale që mund të përdoren nesër pas nesër për pastaj gjëra shumë të tmerrshme, ndonjëherë se kemi dëgjuar disa raste që kam përshtypjen që e gjithë kjo pjesa e ndërgjegjësimit, sensibilizimit duhet nisi që në shkollat fillore. Pra duhet krijohet në atë idenë time, duhet krijohet një grup pikërisht që të sensibilizojë të gjitha moshat për sa i përket hapësirave digjitale, rreziqeve që ti mund të gjesh, ku mund të tregoj të gjitha format ku ti mund të mashtrohesh si financiarisht, po si edhe me dhënat tua personale online. Kështu që kjo është diçka që për mua është must. Është diçka që duhet bërë në mënyrë të menjëhershme, sepse nuk po flasim për një teknologji apo them që ndryshojnë me një ritëm 10 vjeçar, po flasim për një lloj teknologjie që ndryshon në përditshmëri. Që sot është kështu dhe nesër kur zgjohemi në mëngjes shikojmë që diçka ka ndryshuar apo diçka e re është shtuar. Kështu që sa më pas të jemi në këtë pjesën e ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, aq më dëm i madh financiar, po jo vetëm financiar, do t'i bëhet patjetër gjithë qytetarëve shqiptar. Kështu që sa më parë të bëhet kjo gjë, aq më mirë do jetë, por edhe ndërmjet televizionit. Pastaj me persona, me ekspertë ndryshëm. E qartë. Po në institucione, çfarë do sugjeronit si ekspertë në institucione të ndryshme? Çfarë mund bëhet që njerëzit të ndërgjegjësohen? Mendoj që duhet ketë një dualitet dhe një partneritet midis shtetit dhe privatit. Patjetër, midis personave që janë përkatës, institucioneve që janë përkatës për hapësirën digjitale dhe për të gjitha kërcënimet, po e them, kështu që neve kemi online. Patjetër një partneritet me gjithë sektorin privat që mund të jetë më i prekshëm për sa i përket mashtrimeve online. Që është i vonuar, e thash edhe pak më parë. Kështu që patjetër që duhet të jetë ky dualiteti dhe partneriteti ku institucionet caktuara her pas here duhet shkojnë në sektorin bankar, po e them kështu apo në kompani të ndryshme për sensibilizuar edhe punonjësit, sepse jo çdo person, ai personi që punon te Arka mund të ketë dieni se çfarë mund të ndodhi, mund të hapi dhe ai diçka nga kompjuteri i tij dhe mund të shkaktojë një dëm pastaj në të gjitha të sistemin e asaj bankës të vogël. Kështu që nëse nuk ndodh nga shteti, vetë institucionet pastaj private duhet ta marrin si përgjegjësi të tyre që të trajnojnë punonjësit e tyre për sa i përket totalisht këtyre gjërave, që është për mendimin tim është një ndër gjërat kryesore që duhet të fillojnë të bëjnë. A keni ju një mesazh për persona të ndryshëm se si të sinjalizojnë pikërisht të lloj sulmesh, le të themi? Shiko, është ajo që tash pak më parë, për sa i përket mashtrimeve financiare, kur mos besoni dikë që i thotë që më jepni sepse do ja 2 fishoj apo 3 fishoj. Të gjitha këto janë mashtrime. E dyta, asnjëherë mos jepni të dhënat tuaja personale, sepse të gjitha praktikisht mashtrimet online apo phishing kanë për qëllim marrjen e dhënave personale. Kështu që nëse një link ju çon apo e klikoni padashe dhe ju kërkon që juve të jepni të gjithë dhënat personale, mos e bëni atë, sepse identifikohet menjëherë që mund të jetë një mashtrim i mundshëm për t'ju marrë dhënat personale. Dhe mos klikoni asnjëherë link që mund t'ju duket diçka e çuditshme apo e paparë më përpara. Këto mund të jenë disa nga këshillat. Pra çdo gjë e mundshme që ju vjen në faqet e juaja të mediave sociale apo në telefonin tuaj. Tash më kanë dalë dhe këto të konkurseve që ton klikoni dhe jepni një votë edhe ose keni një pako në post. Po, ose pako në post. Kështu që çdo gjë e tillë, pra që nuk ju duket familjare me përditshmërinë tuaj,
mos e klikoni dhe mos jepni dhënat tuaja personale. Nuk e kemi kuptuar akoma se sa të shenjta janë dhënat tona personale në të gjithë këtë bujën dhe këtë hapësirën digjitale që ne jetojmë në përditshmëri. Denisa, faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit shumë.